Kur themi një jetë, I kemi thënë të gjitha. Në fakt, jemi mësuar të zhvillojmë intervista të shumta lidhur me personazhe të ndryshëm, duke nisur nga ata më të thjeshtë deri tek ata të cilët kanë mbajtur dhe mbajnë pozicione të ndryshme. Sot në këtë podcast, një jetë, kam nderin dhe kënaqësinë të kem prezent në një bashkëbisedim të thjeshtë, ashtu siç e do vetë natyra vënçe, zonjën Liliana Malaj Troqe. Është një zonjë në prag të 75 vjetorit, nënë e 2 fëmijëve, bashorte e denj, bashorte e zotit Myfyt Troqe, një familje e madhe dhe kjo në Tragjas të Vlorës. Liliana ka lindur nga 2 prindër të cilët janë me origjinë, babai nga Brata I Vlorës dhe nëna nga fshati Tërbaç, përsëri I Vlorës. Por Liliana është lidhur ngushtë me qytetin e Vlorës, jo vetëm me atë, si përndryshe Vlora të ofron detin, të ofron qetësinë, paqen. Kështu që e ka frymëzuar edhe Lilianën duke ndërthurur ngushtë atë me origjinën e vjetër të saj, me bratin dhe natyrën e tij, sa të ashpër, aq edhe fisnike, për të qenë sot një zonjë e cila ka një jetë, një karrierë të gjatë, qoftë ajo në marrëdhënie me njerëzit, por edhe në botën e artit. Liliana është autore e 3 vëllimeve poetike që ne do t'i ndajmë së bashku tituj dhe çfarë ka dashur të thotë ajo me këto 3 vëllime, do të ndajmë së bashku jetën e saj për të përcjellë kështu një mesazh shumë të bukur te publiku dhe tek brezat e rinj, për të mësuar se si ndërtohet një jetë dhe se si është mënyra e duhur për ta konceptuar dhe për ta transmetuar atë në formën e një mesazhi tek niprit, mbesat, tek brezat e rinj. Lili, mirë se erdhe. Mua më pëlqen shpesh të thras, kështu dhe kështu të thras në fakt Lili. Kam kënaqësinë dhe nderin të të kem në këtë podcast, në këtë intervistë, që do të ndajmë së bashku si 2 zonja, si 2 gra, po dhe si 2 gra të cilat kanë të njëjtën origjinë, nga Brata I Vlorës. Sigurisht që nuk harrojnë dhe origjinën e nënave tona, por Brati është, themi nëna Labria, rrënja është babai, apo jo? Patjetër. Edhe qëndron ajo. Faleminderit shumë Nila, është e para herë që po bëj një intervistë, falë njohjes me ty, lidhjes që rastësisht na dole me rrënjë Brati, dhe unë për këtë ndjeva për kushtimin më të madh për ty, të doja një zë të ri edhe në atë momentin e zgjedhjeve, realisht, po e them, duke të parë vlerat e tua në radhë të parë njerëzore, sinqeritetin, dashurinë, përkushtimin, po edhe plus që ishe dhe në Brati. Dhe kjo më lidhi që të përkushtohesha, sepse e meritoje me shikoja lëvizjen dhe dashurinë dhe respektin që kishin njerëzit ndaj teje. Unë Anil I kam prindrit si shefe nga baba nga Brati, mama nga Tërbaçi, por lidhjet me Bratin natyrisht të mjat kanë qenë që në fëminin e hershme që shkoja në Brataj me prindrit për pushime, tek njerëzit tanë. Ne kemi jetuar dhe unë fëminin time e kam kaluar në lagjen Muradije, lagja që për mua ka qenë ideale, lagja në mes të Vlorës, me sheshin e flamurit, me historit, me koncertet, me fjalimet, me përkushtimet, me paradat, me të gjitha, dhe kam atë nostalgjin e kësaj lagje me gjithë se kam bredhur dhe në Vlorë në gjithë zonat, për arsye kuptohet jetike, edhe në për qytetet e tjera, po Muradijen e kam shumë të veçantë. Ndalojmë pak këtu Lili, sepse do gjej rasti të të falenderoj shumë për gjithë prezencën tënde edhe për mbështetjen që më ke dhënë mua, nisur nga rasti si një nga pjesë e platformës Deputeti që duam në kandidimin tim për aspiratat politike që unë kam, por kjo nuk vjen vetëm për mua, unë e di shpirtin dhe e njoh tashmë shpirtin tuaj luftarak, edhe pse në këtë moshë me një sër sfidash dhe sakrificash dhe humbjesh në shpinën tënde, ti e mbështet brezin e ri. E do atë dhe si duket të ngjit natyra e të rinjve, sepse ke qenë vetë një njeri shumë aktiv në jetën e përditshme dhe vazhdon të jesh kështu. E nisim aty në Muradije. Pse prindrit e tu nuk jetonin në Brate, pra aty ku babai kishte rënjët? Për arsye se prindrit e mi mbas luftës u shkëputën nga Brati dhe erdhën në Vlorë në Muradije, pikërisht mbas bankës, nëse ju vlonjatët e dini. Ka ndryshuar paksa. Patjetër, te ku ka qenë banka, edhe është sot banka, edhe aty mbrapa kemi patur shtëpinë,
pastaj më vonë ndënjëm disa vite aty, kam momente që i kam hedhur në vargje ato kujtimet e kohës së Muradijes, ato mbresat, ato lidhjet, ato portat, ato barjamet, ato pashkët që trokisnim në për njerëzit e Muradijes dhe na prisnin aq min njerëzit në kohët e feministime, kuptohet, dhe pastaj më vonë lëviza, kuptohet, na për arsye shtëpije, zgjerimeve dhe kemi kaluar në lagjen Partizani, ose Alidemi, si që thonë. Dhe me gjithë atë, unë edhe sot lidhjet me njerëzit e Muradijes i kam shumë të thella në raport me gjithë lagjet e tjera ku kam jetuar, realisht. Sa fëmijë jeni ju, Lili, nga prindrit tuaj? Kemi qenë 4 fëmijë, 2 i vllai dhe motra më kanë vdekur, ndërsa tani jemi 2 motër dhe vlla. Dhe unë me gjithë vllajin jetojmë të 2 në Vlorë. Ato marrëdhëniet e gjitha ato shoqëri kemi shumë të mira, ruajmë ato marrëdhëniet e dikurshme, atë dashurinë e prindërve, neve vazhdojmë ta kemi me njëri tjetrin dhe me njerëzit e tjerë. Unë prindrit i kam patur shumë mikpritës, shumë të dashur, shumë të respektuar dhe ndjej respektin më të madh sepse ata nuk na mësuan me fjalë, siç ndodh sot. Na mësuan vetëm me sjelljen e tyre aq të mirë, aq dinjitoze, pa na mësuar kurrë se si duhet vepronin. Na linin të lirë, na të zgjidhnin vetë hallet tona. Për shembull, më kujtohet që unë duhet në moshën e aksaj, luaja këtu në Muradije, luanim gjithë me dje me vajza, lonim futboll, ciklizëm, të gjitha llojet e sportit dhe me djem. Dhe kur unë u futa në ekipin e flamurtarit, nuk mbaj mend që ima të kishte ndonjë shqetësim siç kanë realisht prindrit sot. Jo. Ndoqa rrugën e voleybollit, se më pëlqente, me flamurtarin, kam luajtur, ruaj respektin për të gjithë atë plejat të bukur sportistash që ne meshkujt i kishim si shok, si vëllezër, aq marrëdhënie të bukura kanë qenë. Dhe të sinqerta. Dhe për të cilët unë ruaj sot me shumë respekt, njerëz që kanë dhënë emër, Todi Driza ka plot, do me thënë që të voleybollit tim. Kemi një fotografi të prindërve të tu, nëse mund të ndaj me publikun fizikun? Po, kam një, po këtë janë foto në Sarand, prindrit e mi e kishin qef të më vinin mua. Kjo është e prindrit e mi. Po në Sarand, jam unë me 2 fëmijë dhe prindrit e mi. Sa mirë. Tani unë shikoj nënën tuaj këtu me këveshjen tipike me rroba të zezë me shamit zezë. Të rjetën, si duket nga që ka qenë jetime, pa i kanë vdekur prindrit sa. I kanë mbajtur gjithë jetën? Të rjetën me zeza. Çudi e madhe, ai njeri nuk e di, Bilena njëherë ishte aq e ëmbël sa thosh, më bëri blini dhe mua në një robë moderne, thosh e shkreta, sepse ngeli në zezë. Se mund tani që ajo me siguri nga që ka qenë jetime 1 vjeç që i kanë vdekur prindrit, dhe ajo ka jetuar në për njerëzit e saj, Laboria, Lili, e ka traditë e di më mirë se sa muaj që kur humbet një pjesëtar të familjes ose njerëz të rëndësishëm të familjes, gratë vishen në zeza. Kështu ka qenë. Dhe kryesisht kur humbet bashorti, gruaja gjithë jetën derisa mbyllet me zeza. Kështu ka qenë. Edhe vazhdon të jetë ky ritual. Po. Dhe maman time kështu e njohin gjithë me rrobe të zeza të rjeta. Babai juaj çfarë ka punuar? Babai im nuk ka punuar se nga lufta mbeti plagosur, ka bërë mushkrit, invalid dhe ka marrë pension invalidi. Bile fatmirësisht me atë invaliditetin e tij lekët unë matur që na çuan në Elbasan, babai im nuk më la pa shkollë, tha do ta ndajmë pensionin bashkë dhe ti do vazhdo shkollën, moj bijta. Kështu që unë faleminderit mençurisë, vizionit të atij njeriu të pashkolluar që më la të veja në shkollë. Dhe ti të mos ndiheshe më keq nga shokët dhe shoqjet e tua. Po, do ndihesha. Sot është ju keni kohë që e keni ndier këtë vlerë të jashtëzakonshme që ai ka pasur. Por sot si e shikoni në këtë këndvështrim duke parë ato peripecitë dhe vështirësitë e asaj kohe? Vështirë, them çudi si e bëri. Do me thënë në kushtet se natyrisht nuk ishim dhe fëmijë edhe nuk ishim në një të ardhur kështu, po ai e sakrifikoi dhe më dërgonte atë 2000 lekë në shkollë mua në Elbasan,
mua mbeteshin ta dëgjojnë të rinë 140 lek. 140. Dhe më duke vetja shumë e pasur. Të mbeteshin në fund? 140 lek, që nga 2000-shja, paguaja 1860 bursën e shtetit, dhe 140 me atë ko. Me atë ko, po, blije ca biskaturina, ca gjëra, ca akullore, ca gjëra më vjeshe mirë dhe më duke vetja e pasur në atë ko. Se mund ta krahasoj me brezat e sotme. Brezat e sotme janë tjetër. Nuk bëj. Se ju keni besa, kështu që. Nuk ka krahasim fare. Unë flas për atë kohë që prindrit e mi në atë gjendje dhe babai me atë vizionin që kish, ashtu si që vajti partizan pas një gjë, ashtu më dha dhe mua pensionin që të vazhdoja shkollën edhe nuk e di, po gjithmonë më kam mbështetur. Dhe kam në sytë e mi dhe në idet e mia atë njeri mund t'jem unë më mbrapa sot në krahasim me babain tim se sa babai, shumë më shumë. Më thatë se keni luajtur me flamurtarin volejboll apo jo? Volejboll. Cilat vite ishin ato? Ato ishin, unë kam filluar që në vitin e 67 në pedagogjike, 68, 69, 70, 71 dhe pastaja unë u martova dhe linda fëmijë, kështu që do flasim dhe për martesën dhe njohjen tuaj, po këtu jeni me volejbollistët e tjera? Disa prej tyre nuk jetojnë sot? Një disa. Liria nuk jeton, Mala Gjafa nuk jeton, Sose Gocka Ingricia më e talentuar nuk jeton, kurse këto të tjera Diana Kadiu, ajo volejbollisti aty, Bilani, i ke takuar Lili? Vitet e para edhe jemi takuar, pastaj humbëm lidhje dhe nuk kemi më, dhe unë i kam kushtuar disa vargje, por nuk i kam këtij ekipit të volejbollit që kemi bërë me ato. Pra keni kthyer pas kujtimet? Po, dhe mund të veçoja trajnerin që kishim Vlaso Pingarin, një njeri model, prind model, trajner model, prind model për neve, na merrte. Asnjëherë matë nuk u shqetësua që ne brindim tërë Shqipërinë për ndeshje. Se familja Opingari është e famshme në sport. Dhe sepse ne ishim aq në unitet me njëra tjetrën, sa që nuk kish nevojë që të prindrit tanë të shqetësoheshin. Më vjen mirë për këtë dhe ky faktikisht është një mesazh për të rinjt. Po. Lili, ne thamë se u rritëm në një familje me shumë virtyte. Sa vjeç që ishe kur u njohë me bashortin tënd? Unë mbarova shkollën, do veçoja edhe një moment, e dua ta them këtë, kur shkuam në Elbasan, në pedagogjike, unë isha volejbolliste e flamurtarit dhe dëgjuan në Elbasan që unë isha dhe luaja volejboll dhe në shkollë, në obor të shkollës, dhe Elbasani mori vesh dhe më thirrën kryetari komitetit me atë të ekipit të sportit, trajnerin, që do ngrija ekipin e volejbollit të Elbasanit dhe prezenca ime dhe shoqeve të mia bëri që Elbasani të renditej në kategorinë kryesore se kishin humbur. Ju pra u bët pjesë po. Edhe u investuat aty? U investova, që trajtin mi më kanë bërë. Më kanë bërë dhomë të veçantë në shkollë. Një dhomë të veçantë, një laborator të një gen stringa mësuesi biologjist, që unë të mësoja dhe t'isha, do me thënë, në kushtet maksimale. Sa vite luajtët? Luajta një atë vit, maturën, se u transferua pedagogjike Vlorës vajtim në Elbasan, dhe e quam kategorit parë, dhe kur hyja unë në stadiumi më ngrije në këmbë 10 shibërtiste me ashu, 10 dhe unë, do me thënë, e lumtur që u kisha bërë atë arritje natyrisht. Po si e priti familja jote asaj kohe? Shumë mirë, se prindrit, do me thënë, më mbështesnin në të gjitha këto. Kam qenë këngëtare, këndoja, do me thënë, jo vetëm sportin, prandaj edhe më vonë kam bërë aktivitete, se kam dashur artin edhe sportin të dyja, shumë, i kam dashur shumë. Ju e nisët shkollën studiuat për mësuese, se kështu ky ishte profesioni juaj më pas. Sa vjeç u kthyet pastaj dhe u ktheva në Vlorë me porosi dhe me urdhër të Elbasanit, më caktuan në një shkollë afër shtëpisë. Kam qenë shumë e privilegjuar për shkak të sportit, siç janë sportistat që trajtohen sot. Ne në ato kushte që kishim, aq ti ke veçuar, po. Unë pastaja mbarova për histori, gjeografi, dhe në kohën që merresha me këto studime, u njojta me tim shoq. Ishte një njohje me dashuri apo jo? Po me një shikim, mund në këtë sheshin e Flamurit,
Duke ecur, unë isha me nxënësit e mirë që bënin manifestimin, ai ishte aty, kush është kjo vajzë, një sportiste, andek ne pastaj natyrisht u bën lidhjet familjare. Sa vjeç ishte ai asaj kohe? Ai ishte 30, ishte në komitet partisë, ishte instruktor, pastaj eci në ato rrugët e tij dhe unë ndoqa në ato rrugët e tij nga Vlora në Sarandë me radhë në Po këtë njohjen që bët ju, do me thënë me dashuri, le të themi kështu. Zgjati kjo njohja juaj? Sa kohë ju deshi të trokiste në derën tuaj? Jo shumë, jo, se ishin kohë të T'ju tilla. kërkonte dorën. Jo, shumë pak. Si e priti babai juaj? Babai jon tha, unë tha nuk kam ndonjë vërejtje, po e pëlqej vajza, tha unë jam dakord. Ti the po besa. Po, unë thash po, se më pëlqeu dhe mua shikimi. Edhe ju sot jeni bashkë edhe jemi bashkë dhe kemi kaluar një jetë të tërë bashkë, të mirat dhe hallet i kemi kaluar bashkë dhe ai fal asaj gjykimeve, ideve, qëllimeve të gjithave, mua më ka dhënë forcë. Më vjen mirë për këtë, tani duhet të pyes, bashkëshorët juaj lindur dhe rritur në Tragjas? Në Tragjas. Në familjen Troqe. Po. Kush ishin prindërit e tij, çfarë kishin bërë, çfarë profesioni? Ishin bujq, njerëz të mirë dhe ata, nga unë njojta vjerën, personazh më pozitiv nga ajo vjerë nuk besoj të ketë. Kishit një marrëdhënie të mirë? Marrëdhënie të mrekullueshme që i bëjnë njëherë edhe si shembull me njerëzit që nuk ka shoh. Po, megjithëse të pashkolluar, pa asgjë, kishin një vizion, ajo, ndërsa baba nuk e kam një vjerë, nuk e kam njojtur, po fjalët e fshatit janë shumë të mira për të, dhe unë ndjej respekt dhe për tragjasjotët në përgjithësi, janë të emancipuar, të zhvilluar, të shkolluar, kështu që unë jam ndjer rehat në ato ambientet e tyre. Ku e nisët jetën fillimisht në Tragjas? Jo, në Vlorë, direkt. U martuam, morëm një shtëpi, ndënjëm pak një 3 vjet në atë shtëpin, 3-4 vjet po, diku të skelat e pallatet e skelës, pastaj ne u transferuam në Sarandë. Pse? Për shkak të profesionit? Nga im shoq, për shkak të detyrave, i mori detyra në ato të rëndësishme saj kohë, të larta. Po, të larta, dhe në Sarandë jetuam 8 vjet. 8 vjet. Atje edhe fëmijët, do me thënë... Lindën aty të 2 fëmijët? Jo, lindën këtu në Vlorë. Edhe i quam atje, vajza edhe se kishte shumë qef, po natyrisht se ishte me gjyshe, ishte rritur me gjyshe, po u përballuan ato situatat e para edhe kaluam mirë, në Sarandë vazhdojmë të kemi miqë. Kujtimet mirë. Po, miqë shumë. Ju çfarë bët atje? Time çfarë? Unë isha mësuese, në për ato shkollat. Pra ke rritur breza dhe ato? Po, kam rritur gjithë ata breza dhe më njohin të gjithë dhe sot që kaloj ata kanë kujtime shumë të bukura me mua, kam pas marrëdhënie shumë të mira, kam qenë në disa shkolla të Sarandës, duke filluar që nga Adem Shemja, nga Nën Tetori, nga Gjimnazia Santasini, kam qenë dhe atje një vit e ca, pastaj shkova në Qafë 6 që bëra stazhin dhe atje ndonjë 3 vjet. Dhe mbasi mbyllëm të gjitha këto detyra 8 vjeçare, kaluam në Pogradec. Në Pogradec. Sa jetuat aty? Në Pogradec jetuam gati 5 vjet. Pogradec ishte shumë i ftohtë, të shpërndar, miq kudo. Sa mirë. Në Pogradec ishte i ftohtë. Klima e ftohtë. I ftohtë, me dëbor, por natyrisht pa u ngrohur asnjëherë, nuk u ngrohëm ndonjëherë. Por me gjithë atë, ja dolëm, duke mbajtur sobën me drue, me qymyrë tërë ditën. Edhe aty punon mësuese, apo jo? Mësuese kam punuar, bile edhe aty në një shkollë, fatin në një shkollë afër shtëpisë, në përgjithësi mësuese kam punuar. Pastaj u transferuat ku? Pastaj nga Pogradeci, mbaruam atë, u kthyem në Vlorë. Përfundimisht besoj. Po, më im shoq filloi në komitet partisë, në pozicionin 1 më poshtë aty. Ka pas sektorin e bujqësisë, është agronom si profil, ka ndjekur kudo bujqësinë, e ka patur pasion, e ka patur profesion, karrierë, kënaqësi, ka patur rezultate, për shkak dhe të rezultateve i bënin dhe këto lëvizjet e vlerësimet, po, të gjitha ato, dhe do me thënë, unë fillova tek shkolla Ismail Qemali, në fillim, pastaj jam më quan me ndryshimet që pësua, pëse ka
një kolpo ullje atje nga në drejtore shisha unë shkova te 4 heronjë, ku kisha qenë dhe nxënëse dhe mësuese në 4 heronjë. Pastaja, natyrisht erdhi koha, u hoqëm u bëm si gjithë të tjerët veneve. Sa vjeç ishin fëmijët kur ju u kthyet në Vlorë? Kur u kthyem në Vlorë, fëmijët ishin, vajza ishte në klasën e 8, djali në të 7, pastaj vajza vazhdoi gjimnazin, djali vazhdoi mjekësoren, bëri për infermieri, edhe pastaj filluan tranzicioni, lëvizjet, si që ishte gjithë koha, edhe morën rrugët dhe të kurbetit, edhe situatat që pësuan gjithë familjet shqiptare, i kaluan të gjithë këto. Po, jeta të jep të mira, të jep punë, të jep lodhje, të jep edhe goditje, si që humba unë për shumë të mbirë, por vazhduam, ecëm. U kapëm të 2 për dorë dhe ecëm. S'kemi... Eli, unë nuk doja të të gacmoja, sepse po kjo është një ngjarje jetës, edhe normalisht ne jemi njerëz mbi gjitha. Unë jam vetë nënë dhe jam njeri i ndjeshëm, aq më tepër që jetojmë në një jetë të tillë. Keni mësuar një goditje shumë të rëndë, humbjen e djalit tuaj, dhe faktikisht ajo që mua më jep më shumë forcë për të ta bërë ty këtë intervistë, pavarësisht shumë e vështirë edhe për mua, është fakti që ti përcjell një mesazh të jashtëzakonshëm që ndrese force për të mësuar njerëzit nga ty, sepse edhe unë kam shkuar në një familje ku vjera ime ka humbur një nga fëmijët e saj, dhe ka një nuk e di, gratë në labëri që kanë një forcë jashtëzakonshme. Ndoshta është natyra ku janë rritë familjet, që gratë ishin forta. Edhe kur u mbisnin burrat i moshë shumë të re, ato e përballonin jetën pa u martuar. E di që për ty ka qenë shumë dhe është shumë e dhimbshme. Si arritet i ta përballoja? Fillimin e kalova shumë rënd, mos të themi atë, humba dhe ka një gjë, nëse njeriu e lë dhimbjen ta qelloj më shumë, njeriu është përfundimisht i humbur. Dhe unë e mlodha veten duke u marrë me shkrime, me vargje, me gjëra, dhe e theva atë dhimbjen me vargje duke e sjell timbir në libër, duke e sjell se i kisha premtuar edhe atij për një libër, dhe e hodha në një libër, prandaj dhe nxorra librin Vjen një çast, kushtuar atij, kushtuar dhimbjes, për të gjitha ato që kisha kaluar i hodha, dhe ajo si duket më mlodhi veten. Tu duk sikur ti e ke aty përballë. Dhe kjo është arsyeja. Të mos harrojmë që në bisedat tona të ngushta më ke thënë dhe më ke pohuar që një nga forcat kryesore që të ka dhënë ty forcë dhe shpresë për të vazhduar jetën për bashortin dhe vajzën tënde është bashorti. Patjetër. Ai njeri qëndrestar i fortë. Është i fortë në gjykim, në të gjitha gjërat e kam pa. Unë jam një çik tip impulsiv, një çik tip i ndjeshëm, i dhimbshëm, përjetoj dhe ngjarjet e të tjerëve, jo vetëm të mia, por qetësia dhe ajo forca që më ka dhënë ai, nuk e di si mund ta shpreh, po e falenderoj në heshtje kur i thon se dhe nuk para pranon nga këto, në heshtje se më ka bërë që të kuptoj që jeta është të ecësh përpara, se ndryshe shko mbytu, thot populli. Edhe ka nxjerr mirë populli që ja ku është. Kjo më ka bërë që ta mbledh veten edhe të eci përpara. Ma besoj që të gjithë ata që do ta dëgjojnë këtë intervistë tonën së bashku, do ketë shumë njerëz të cilët do marrin forcë dhe do t'ju përcjellet ky mesazh, sepse ka shumë nëna që kanë humbur fëmijët edhe në mënyra nga më të ndryshmet. Po më vjen mirë që je edhe shembull për familjen tënde, për fëmijën tënd, për vajzën tënde dhe për mbesat, se ke 2 mbesa, dhe je shembull për gratë e tjera. Sepse ne ndajmë shumë biseda bashkë edhe në ngjarje të përditshme, dhe më bën çudi që përveç se transmeton këtë lloj force, ti edhe e transmeton në fizikun tënd edhe në natyrën tënde, në pamjen tënde të jashtme. Prandaj të them që në qoftë se lë veten që të mposht loti, ke mbaruar. Po, është e provova vet. Edhe prandaj të them, ju futa këtyre dhe unë dua në çdo kohë të jem në lëvizje, dhe prandaj të falenderova Anil se më dhe në këto momente të një ftohjeje të përgjithshme, më dhe një impuls të ri që tani nga ngacmimi yt do rëmoj dhe gjëra të kujtesës së mëparshme që të realizoj ndonjë libër fal teje,
më ke ngacmuar në ato labirintet e shpirtit tim brenda, më ke rrëmuar atje dhe që i kisha harruar, me thënë të drejtën. I kisha harruar, flinit, kështu që përveç librave që kam nxjerrë, 3 librat e mi, i pari i dedikohet poezia, libri poetik Vjen një çast, janë ngacmime. Çfarë ke dashur të thuash me atë? Vjen një çast. Vjen një çast ka lindur më tepër nga titulli një këngë të Ermira Babaliut. Ajo ishte këngë, domethënë me dashuri, edhe natyrisht unë atëherë isha e re dhe më thot Ermira Babaliu që dua një këngë, më bëj një këngë me dashuri, të lutem, ta se co patriotiket i ke qefti, më tha mua. Dhe unë i bëra një këngë dhe ajo këngë u vlerësua, ishte këngë shumë e bukur. Mbajnë mund të vazhdoj? Po. Nuk e di se si lindi midis nesh një ndjenjë e bukur miqësie, ecnim buz liqenit, jetonim çaste dashurie. As një fjalë ti s'më the se valët e liqenit të ngacmonin, tek përzini njëra tjetrën, njëri tjetrin e shikonim. Diçka e tillë. Po kjo është një këngë e famshme. Është këngë shumë e bukur. Dhe kush e dinte që teksti ishte jo? Jo, ishte i fshehur. Bile Ermira erdhi një në stadium duke kënduar këtë këngë dhe ma bënte me gisht mua. Do u them vlonjatëve që është kënga jote. Jo, i thosha unë pse, se tërkohën kam qenë hije për penën time. S'ke dashur të reklamosh? Nuk kam qenë kur, edhe një herë që i kushtova një këngë saja ngjarjes së Kosovës, familjes Gërvalla, që u bë famshme dhe kjo. Famshme shumë dhe është shumë këngë e bukur. Mban mund të vargjet? Për ditëlindjen time një flaut më dërgove, Shqipëria ime shumë më gëzove. Nga zemra e vogël shpërthen urimi im, puthjet më të ngrohta ti fal me gjithë gëzim. O bie Kosovës, o bie shqiptare, flautit i biesh të dëgjojnë malet, të dëgjojnë malet tej në Kaçanik, të ngrien etrit, të dëgjojnë bit. Bit e Kosovës kudo që janë ndarë, për vendin e tyre një mall i ka marrë. Shumë e madhe. Fitoj çmim të parë kënga. Nuk mu lejua të shkonte në Shkodër ajo këngë, sepse ishin ngjarjet e 83-shit dhe kjo do ishte ngacmim i postuar nga Shqipëria. Natyrisht unë u preka, u ashu po kuptova qëllimi. Ajo jeonën e mori, si do që jeonën, ishte shumë këngë e bukur, unë e bëra me shpirt. Thoma Gjoni nga Saranda, kisha marrëdhënie me Thoma Gjoni muzikantin, i talentuar, dhe mama qau këngën, ma bëri shumë të bukur. Unë faktikisht e kam dëgjuar, ma keni dërguar. Lili, sa kohë u bë, sa vite u bë që jetoni me dhimbjen e humbjes së fëmijës tuaj dhe kur e keni nisë për herë të parë shkruani? Ti hidhni në letër ato. Po. Unë ngjarja ka ndodhur në 2002 dhe unë mbas nuk të gënjej, të kaluan dhe të 40-at dhe unë natyrisht unë shkruaja, se kisha shkruar. Kishe filluar? Po, por që ti merja letrat dhe ti bashkoja, asnjëherë. Më ndodh kjo për arsye që të merresha me një diçka. Se libra nuk lexoja dot. Nuk i shijoja. Si që shijoja unë librat, nuk shijoja dot, e vetmja gjë më lindte në një ngacmim, në një kujtim, si këta që po ngacmon ti tani, edhe i hidhja dhe i bashkova, pastaj bëra librin. Libri parë thua Vjen një çast. Vjen një çast. Është me poezi. Poezi, të cilat janë të ndryshme? Jo, të ndryshme. Histori, ngjarje, që ka ndodhur, çdo gjë që më ka ndodhur. Që kam përjetuar të bukurat, loj. Po. Libri dytë? Libri dytë është Kur shpirti qan. Po kjo? Ishte Vivja. Kjo është për dhimbje. Kjo është me ngjarje që lidhen me mua dhe me shpirtin tim dhe ky shpreh tamam momentet e dhimbjes time. Mirë, do më lejosh pak të lexoj, unë shikoj këtu mbrapa që thot, s'kisha guxuar të hyja në dhomën e Timbiri dhe një rreze e pafajshme dielli kishte hedhë syrin mbi komodinën e tij e u zgjata. Ndjeva tronditje, ai ishte atje. Nuk arrita të qëndroja në këmbë dhe instinktivisht ula në krevatin e tij. E pa besueshme. Ai po më fliste dhe s'po u besoja dot veshve. Ai po më buzëqeshte. Siç bënte gjithmonë me buzëqeshjen më të ëmbël që rrallë mund ta gjesh në jetë, sepse ati i buronte nga shpirti, më bëri të ngrihem mbrojt në këmbë. E pa besueshme më kishte lënë një ditar. Një motiv për të jetuar duke kujtuar, për të mos harruar.
Kjo ishte nxitje. Edhe aty, staj ka ngjarje nga jeta, ku kam lëvizur, çfarë kam dëgjuar. Të gjitha këto u bën kur thon muza po ka një arsye. E muza që lind, nuk lind kot. Do me thënë, unë për veten time e kam, dua të dëgjoj diçka, dhe pastaj mënyra se interpretoj si e thunë është dora ime aty. Por aman ka një arsye, jo kështu qiellore kur i thon. Një vëllim me sa faqe është? 189, mos gaboj. Po, ka shumë gjëra, ka shumë pjesë të bukura. Ti nuk e ke lexuar, po kur ta lexosh dhe vetëm ditarin të lexosh të tia, këtu është dhe ditari ideal. Është ditari. Është i shkrirë aty komplet. Djali ju e mbante një ditar? Po, nuk e. Unë jam habitur. E ke gjetur? E gjeta, edhe e kam. Ishte një ditar me shumë flet? Jo shumë flet, po unë kuptova botën e tij që zakonisht prindi shumë pak mund të hyjë në botën edhe fëmia me, po ai ishte natyrë hynte me mua. Edhe kryesisht kur është djalë, po në fakt djemtë kanë lidhjen më të fortë me nënën. Aq më tepër që gratë nga labëria e kanë. Bravo. Edhe trokasin fshorazi në shtëpinë e djalit. Kështu që unë kjo më bëri që të hidhesha te ky. Ja, e shkrimi aty. Po, më bëri që ta përjetësoja në libër. Po. U thot, i mat është një tip i kontrolluar dhe i qetë. Nuk do ta quaja strikt. Serioz në jetën e përditshme dhe e kundërta e tij është i me më. Tamam. Pra një tip impulsiv, altruiste dhe ndryshe nga babai. Shumë e shoqërueshme. Tër jetën time nuk kam dashur të kem karakterin e babait dhe në shoqëri shprehesha se nuk më pëlqente të rritesha shumë duke patur si etalon të pjekurisë seriozitetin e Timeti. Nuk po u besoja syve në ato rreshta që po lexoja, thua ti. Kështu e thash. Do arrita thosh që të bëhem si ai, më thosh mua, sepse nuk kam dashur, serios. Po ai tip serios dukej. Vetëm momentet e muhabetit, qeshjeve i ki shumë të ëmbla. Lili, unë kuptoj me kaq pak sa pash këtu, kuptoj që Ylbir është larguar vetëm fizikisht nga juve. Po, fizikisht. Dhe për çdo prind. Kuptoj që ai ka jetuar. Për çdo prind nuk mund të prindi e ka peng fëmijën dhe fëmia është humbja më e madhe në jetë. Vetë tiu. Po, jeta është e tillë. Vazhdoj më tutje dhe ju të dy së bashku me gjithë bashortin gjetët forcën dhe rritët vajzën, edukuat, të shkolluat, të martuat. Sot jeni gjyshër të dy mbesave. Po, gjyshër dhe ndihemi mirë sepse të dy mbesat i kemi mirë, kënaqësi, na mbajnë gjallë dhe ato më shumë. Patjetër. Ka mundësi. Biologjikisht spjegohet që janë një telefonat e tyre për shembull ne harrojmë gjithçka. Lili, vëllimi i tretë joti është përgatimin. Ëndra e një libri gatimi. Do të thotë që edhe jam vis shumë e mirë apo jo? Jam shumë për gatim, nuk jam specialiste. Po i gatuan gjërat që pëlqejnë. Po, dhe arsyeja është kjo që unë tër jetën kam mbajtur recetat ku kam ngrënë një bukë të bukur, të mirë. Domethënë në çdo vend, sepse ti je një njerëz që ke lëviz me familjen. Po, kam pat fatin që edhe kam. Dhe ke ruajtur gjithë recetat që ke? Po, dhe thoshja në shtëpi dhe lekët po më humbën, nuk shqetësohem, nuk kam dhimbje, se sa recetat. Nuk di pse i ruaja, pa e ditur që do arrije këtu te libri. Fare. Interesante. Po sa receta ruajti shumë? Kisha shumë receta të mbajtura në një sirtar, në një cep sirtare që nuk doja të magacmonte njeri. Dhe unë të gjitha gatimet që i pash dhe i ëngra në për miqe, në për shok, i provojva dhe vazhdoj sot po me atë ashtu. Dhe kam qenë pritse dhe gatuse shumë e mirë dhe sot. Po të provosh, është gjë e bukur, e kam kënaqësi, në qoftë se do isha e re, u them njerëzve, o do isha bërë guzhinjere shumë e mirë,
ose parukjere shumë e mirë, se më pëlqejnë të dyja zanatet, të dyja, Po jo duke të se tjera. je shumë e punuar. Shumë. 75 vjeç, pra në prag 75 vjetori, me gjitha po. ato strese dhe gjitha ato sfida që ke kaluar në jetë, dhe sot je një shembull, një zonjë në fizik, në mendje, edhe në gjithë veprimet që ke bërë në jetën tënde. Kështu që këtë punën e gatimit, do me thënë, më nxitën disa arsye, recetat, disa ëndra, disa gjëra, dhe ju futa dhe librin për kuzhinën e kam bërë 2 net në Saran, duke punuar nga mëngjesi si punon ti në njerë, nga mëngjesi deri në darkë dhe mbarova. Pastaj u lodha me ato fotot e ato të lodhin, se ato të çmendin, të nxjerrin nga shinat. Po e përballova dhe thash nuk do merrem më me këto, më mirë të keqja shkruaj ca vargje dhe je në rregull. Po mira, ai libër sot për ata që preferojnë është në dorën e tyre, dhe mund ta gjejnë. Bile një mike që Roba Qepse, imja një mike shumë e talentuar, që ka bërë edhe këtë veshje, që më bëri dhe këtë veshjen dhe kushtimi i saj për këtë veshje që po ta falenderoj. Edhe më tha, librin unë tha nuk e lexova tha, se ma mori mami tha, edhe po e lexon mamaja ime që ish shplak, që unë e kam patur prind, i kam patur djalin asaja, dhe i thash mos e lexoja jo, unë jam e kënaqur, tash që e lexoja ai brez më i madh. Cili gatim dominon atë libri? Janë origjinale, tradicionale. Për shembull, unë jam e talentuar në doll. Dollën? Për sheshin i themi. Për sheshin. Më kanë mësuar ca lloj supash ideale që kur vetë të mbesat me zi presin të ato supat që unë i bëj. Që ti bësh shumë. Kam mësuar që në kohë lazanjën që se dinte njeri në vlorë. Piprat që bëhen këto që arë tani këta me shkopinjt, me ato farat e lules djelit, unë i bëja që në atë kohë. Zupat e asaj kohë ishin të talentuara. Do me thënë i kam bërë. Bëj ato kuleç me hirë djati, thonë njerëzit me hirë djati. Po, kam filluar të përdorin. Kryevepër. Shkak i këtij libri janë recetat, por mbi të gjitha mua më ka lënë një dokument shumë të vlefshëm, tezja ime ose kushërira e nënës time, Regjo Qela, nga Tërbaçi, që punon të pastiqere në pasticerinë e Vlorës. Në atë kohë, dhe kishte ruajtur në shtëpinë e saj ato recetat e 50 viteve që bëheshin në ëmbëlsirat e asaj kohë, që kanë qenë me nam. Kanë qenë me nam ato. Nuk i arrin dhe sot, me gjithse bëhen loj, po ta asaj kohë. Natyrisht. Dhe ajo një ditë prej ditësh vjen në shtëpinë time dhe më bie një dosje. Po tezja me dosje ishte e çuditshme. Më thotë mua, të kam vëre, se mbajta një në Saran një javë unë atë, të kam vëre që ti e do shumë kuzhinën, tha, dhe unë po t'jap këto, tha, tyja se njeri tjetër nuk ja jap dot, se te tyja e di që zavant, tha. Dhe për shkak të këtij libri, dhe unë e kam futur në atë librin e kuzhinës, dhe recetat e mia që i bëra në për vite, i bashkova dhe bëra libri. E ka tani çfarë mrekullueshme. Shumë. Pra ato që janë ambisa ose që duan bëjnë ëmbëlsira, mund të gjejnë kollaj se çfarë mund ta bëjnë. Po. Interesante. Po. Çfarë tregon kjo fotografi? Kjo fotografi është një kujtim shumë i bukur në ujë të ftohtë. Jeni ju këtu? Jam unë këtej. Me kë? 2 kushërinjt e mi dhe një komshi e tyre që rrin te mbi ujë të ftohtë. Ajo vila. Po, në ujë të ftohtë tek vila. Po këtu? Ndërsa këtu është në Muradije te banka, jemi mbështetur në krah të bankës me 2 kushërirat e mia nga Lilajt janë ato, Violeta edhe Liria. Kemi qepur nga një fustan të tëra, sepse na erdhi një copë shumë e bukur nga babai i tyre në Leningrad, që kishte në Leningrad, dhe qepëm një fustan dhe kemi dalë Kastile atje për të reklamuar. Serioze me postur. Po, kjo është fotoa që bëra për të parë për kopertinën. Këtu është kur kam bërë librin e parë, vjen një çast, poshtë tek kur ke bërë promovimin. Promovimin. Edhe kjo është e promovimi. Kjo është promovimi i librit të fundit të kuzhinës, kurse këtu është kur shpirti qan. Të tre promovime. Lili, ti je aktive shumë edhe në jetën e përditshme, për shumë në aktivitete kulturore, sociale, politike, mbështet njerëzit e ri.
Këtë foto për shumë këtu? Kjo është në shkollën Gjok Shqiptari në Pogradec. Është gjithë ekipi, një pjesë edhe nuk janë. Mikja ime më e ngushtë, Mirjana Amelia, më ka vdekur dhe mua më ka prerë në qikë rrugën për në Pogradec vdekje e saj. Sa kohë ka që ka ndërruar jetë? 5 vjetë. Se i kishe mikesh të mirë dhe shkoje shpesh. Po këtu është dhe djali apo jo? Këtu po. Kjo është Liris Sejtlari, poete në Pogradec, që ju ka rrezik, po kjo më futi në atë botën e hapjes vargut, se unë bëja për e fshije. Kjo vajzë më ka ndërruar. Po, ishte edhe më ere. Edhe djali, sa vjeç është këtu? Djali këtu është në klasën e 5. Klasën e 5. Po. Kujtime pa fund. Po kjo fotografi, Lili? Këto janë, basi erdha unë në Vlorë, miket në Pogradec, i erdhën më vizitua në Vlorë, dhe bëm një udhëtim në Saran, i kam miket të mira të gjithë. I mban lidhjet, vazhdojnë? Po, vazhdojnë. Me të gjithë apo jo? Këtu janë besat apo? Këtu janë besat, 2 besat e mia, Gjorda. Që sot janë rritur, o? Janë rritur. Këtu është 2012-a? 2012, ato janë rritur tani. Janë bërë gra. Po. Po këtu? Në Sarand, në shkollën Shefqet Sulejmani, në qaftë të 6-tës. Me kolegët? Me kolegët janë, kam ruaj kur kaloj, po, dhe sot i ruaj. Çfarë dëshiron tjetër të ndash, më thua? Unë dhe këtu me gratë e mësueset e shkollës PLM. Dhe vazhdoj. Po, në PLM kam shumë aktivitete që kam bërë, dhe mbasi dola në pension, unë i përkushtohem atyre fëmijëve, dhe në qoftë se do kisha mundësi të kisha ndonjë pasuri për këta fëmijë do ta derdhja. Aq ndihem, u kam bërë shumë. Më vjen mirë. Edhe ky një mesazh shumë i rëndësishëm. Po. Këto janë në Sarand, shkollat e Sarand. Do t'rregoj fotografi me bashortin? Këtu. Në Sarand. Tu jeni bashkë me 2 fëmijët. Çfarë viti? Do jetë një 80, jo, më shpejt. Më herët se duket që fëmijët janë vegjël, ku 4-5 vjeç duhet të qenë këtu. Po, 77. Po aty? Këtu janë të shkolla PLM, gjithë kolektivi, ruaj respekt për të gjitha të shkollë, për ekip, po, janë shumë gratë mira, të përkushtuara, bile kanë ecur shumë tani. Gjithë shka që kam bërë në jetë, natyrisht unë kam argjuar kohën e familjes time, për të gjithë punërat që kam bërë, si që argjon ti, si që argjon të gjithë njerëzit, por duhet them këtë që kur bën punë që i shërben të tjerëve, u shërben, se nuk është shërbimi të vetë. Shërbim social. Natyrisht, nuk di, po ato janë momentet më të bukura të jetës, dhe unë do të thoshja njerëzve të mos e mbyllin shpirtin në rrethin e tyre të ngushtë, të hapen. Nëse kam përgjën. Një, dhe të kenë marrëdhënie me fëmijët të tilla, të afërta, të ngrohta, fëmia nuk do konsideruar fëmijë shok. Fëmijën do ta kesh shok. Në qoftë se arrin ta kesh fëmijën shok, ke fituar betejën. Të vjen natyrshëm të kërkosh një ndjesë familjes për kohën që i ke konsumuar ndër vite? Po. Bile më ofendoj çupa. Pse? Kur isha në Itali, më tha, i thash shumë pa dashje. I thash, kushtojnë që më shumë çupave në një moment. Ti ke gojë më ta më? Ti tha që në lijen e 2 fëmijë të vegjël të veje në stash për tje. Do me thënë, shikoj, e kanë mbajtur më. E kanë mbajtur. Dhe kishte të drejtë. Po mirë, po vrullet e moshës janë si vrullet e tua tani. I bie që unë të kërkoj falje të jetë. Po, ti kërkoj që sot, që të fitosh, të mos të ta thonë nesër, se mua kur ma tha më vrau. Dhe, natyrisht, por, nuk janë pishma. Por krenohesh, sepse këto janë gjërat të cilat ti nuk i ke bërë për vete. Janë gjërat të bukura si kanë bërë për vete. Tani, nëse do ta përmbledhim një mesazh për të gjithë të rinjt, për të gjitha gratë, zonjat, për ato që kanë dhimbje dhe ato që s'kan dhimbje, për një motiv për të rinjt për jetë. E para që njeriu duhet jetë tërë ditën, si ai bujku që punon tokën në mëngjesi deri në darkë, dhe shtëpia, edukimi, marrëdhëniet duhet jenë tamam siç është ai atë tokën që e nxjerr far për far dhe i shërben deri në fund sa e vjen,
Këtë duhet bëj njeriu. Çdo ditë të jetë në punë, çdo ditë të jetë i zënë, nga mëngjesi deri në darkë, të lexoj, patjetër të argëtohet, patjetër të bisedoj, të lidhet me njerëz sepse po kalojmë në një botë pa zemër sot. Lili, të falenderoj shumë. Jashtë mase, jo vetëm për intervistën, për të gjithë angazhimin tënd që ke bërë kundrejt meje, por edhe për të gjitha këto emocione dhe në mënyrë të veçantë, të falenderoj për këtë intervistë ekskluzive që ndave me mua, për të parën herë që bëre edhe për të ndarë dhimbjen tënde për humbjen e njërit prej fëmijëve të tu, të djalit tënd në këtë rast. Unë gjej rastin dhe të falenderoj me zemër, të uroj jetë gjatë, shëndet, dhe qofsh gjithmonë dhe për herë në këtë formë, me këtë fizik dhe me këtë dashuri të madhe që ke në zemër dhe me këtë shpirt si forma dhe rrezet e diellit. Ishim me zonjën Liliana Troqe, shpresoj që të keni marrë një mesazh të këndshëm pse jo për brezat e rinj, për gjitha zonjat e reja që duan të ndërtojnë një jetë ose janë në pragun e ndërtimit të një jete, për të pasur kështu një ide dhe për të pasur edhe një frymëzim, sepse jeta vërtet është e gjatë, është e mbushur plot dilema, por të mos harrojmë që vjen vetëm një herë dhe nuk jetojmë dot dy herë. Kështu që ju përshëndes të gjithëve dhe faleminderit që na ndoqët.